Aktivitetet e shumta, lokalet e klubet ishin refreni i natës së djeshme për kryeqytetin. Jo vetëm të rinjt, por edhe familjarë shëtisnin rrugët e Tiranës për të qenë pjesë e aktiviteteve të natës së bardhë. Çfarë festoni sot? Siç është quajtur zakonisht nata e bardhë, dhe ne si gjithë të tjerë domethënë. Keni bërë plane për natën? Në fakt jo. Kemi lënë gjithçka rastësisht. Keni vizituar diçka tjetër sot? Kemi qenë tek opera, ndërkohë edhe tek Pallati i Kongreseve. Kemi vajtur gjithandej, kemi qenë tek teatri kombëtar, tek muzeu, i kemi parë, domethënë ato gjëra që ishin për tu parë, tani jemi duke shëtitur pak. Keni plane për më vonë? Nuk e di, do jetë çdo gjë domethënë e pa planifikuar. Si ti vi ashtu do jetë kjo natë. Sot po festojmë ditën e çlirimit. Ju uroj gjithë shqiptarëve kudo që janë, si këtu dhe jashtë vendit, gëzuar festën. Po ja kalojmë shumë mirë. Tu te Genti është fantastike. Festojmë si gjithë tjerët, kemi dalë me shoqërim për të festuar. Jo se ka ndonjë event i partikolar. Keni vizituar diçka tjetër sot gjatë ditës? Për fat keq jo, se kemi qenë punë edhe kështu që vetëm tani ndark me shoqërinë diçka. Vetëm kaq. Gëzuar festa, Shqipëria, gëzuar festa. Do zgjasi nata sot? Po, është nata bardhë, normalisht duhet zgjasi. Ndërsa shumë preferuan ta kalonin natën në lokale me muzikë live, të tjerë qëndruan në rrugë për të ndjekur atmosferën festive. Minifundet sfiduan edhe në këtë natë acarin dhe temperaturat e ulta. Festimet zgjaten deri në orët e para të mëngjesit. Ndoshta për shkak të ftohtit, numri i njerëzve në rrugë ishte më i vogël krahasuar me vitet e kaluara.